Në lidhje me Bullgarinë, ky është një problem artificial, tani që kërkon minoritet bullgar në Shqipëri, sepse e gjitha lidhet sepse Bullgaria nuk njeh kombë Maqedonës. Njeh shtetin Maqedonës, por jo edhe kombin. Dhe si rrjedhoi, prandaj edhe ku ka Maqedonës pretendojnë që janë bullgar. Po që kombi Maqedonës është fakt historik dhe nuk në dojë ne miratim nga shtetet e tjera, të deklarojmë atë që jemi. Gjithë këto fshati Vërnik, zona e Prespës, zona e Golubër, zona e Gorës, kanë kaluar në territorin shqiptar në vitin 24-25, kur janë përcaktuar kufit përfundimtare të Shqipërisë. Dhe kam një dokument nga arkivat italiane, ku Bullgaria kërkonte për 18 fshatra që ishin në kufi atëherë me Jugosllavinë, që pretendonte që janë fshatra bullgare. Dhe generali Enrico Tellini, që ishte antar i pjesëtar në këtë komisionin e vendosjes së kufive të Shqipërisë nga Italinë, ka bërë një anketim me banorët e këtyre fshatrave dhe njofton përfaqësuese lartë të Italisë në Stamboll, ku i shkruan se në këto 18 fshatra jeton popullsi maqedonëse jo bullgare, sepse kur i pyeste për etninë se a janë bullgar, të gjithë përgjigjeshin se janë maqedonës. Shkruan ai në raportin e tij më 22 gusht të vitit 1923. Këto janë dokumentet origjinale. Pastaj një minutë, ju lutem. Pastaj kam edhe këtë, prapë nga arkivat bullgare, këtë shkresë që përfaqësuesi i ambasadës bullgare në Stamboll, Todor Markovi, në letrën e tij të datës 15 shtator 1923, drejtuar Ministrisë së Brendshme të Bullgarisë, në lidhje me fshatrat që pretendojnë se ka bullgar në Shqipëri, ministrët e tjerave shkruan: oficerët e Komisionit të Caktimit të Kufive i kaluan të gjithë fshatrat dhe i pyetën fshatarët në detaj. Për pyetje se çfarë lloji nacionaliteti janë, ata nuk dëgjuan të përgjigjen se janë bullgar. Shumica u përgjigjen se ishin maqedonës. Dhe ju lutem edhe një dokument tjetër, së fundmi, një oficer francez në Ballkan, janë memoare që para një viti u botuan dhe ka të bëjnë, janë shkrimet e kolonelit Andre Orion, që ishte përfaqësuesi i Komisionit Ndërkombëtar të Caktimit të Kufive në vitin 1923, që përfaqësonte Francën në këtë komision. Çfarë shkruan ai në shkrimet e tij që u botuan në Shqipëri tani për herë të parë? Sidomos për Kazan e Korçës. Thotë, rikondicioni i Kazas e Korçës ishte i vështirë, por nuk pati asnjë ngjarje të rëndësishme, të denjë për të përmendur. Personalisht u maknita tek i dëgjoja këto popullsi trime që na dukeshin me kombësi të pasigurt. Ti përgjigjeshin pa ngurim pyetjes së qartë që u bëj: ç'kombësi keni? Makedonski. Dhe në fakt gjua, kostumi dhe zakonet, sidomos veshja dalmatike e gruas, ishin ruajtur të paprekuar përmes kohave. Edhe një sekondë, ju lutem. Nuk reshte së admiruari këtë popullsi të varfra por krenare që prej 2500 vitesh skllavëri kishin ruajtur kombësinë e tyre. Sa keq më vinte që s'mund të bëja asgjë për to. Çdo çast kishte dëshirë të thërrisja, rrof Maqedonia e lirë dhe e pavarur. Dhe kur pyetësha shikoj këta Maqedonës, dhe kur pyetësha në Gollën Boç, në brigjet e Prespës, ku kisha vendosur shtabin tim në mars 1918, pa bëhet fjalë në zonën e Prespës, ku kisha qëndruar një javë, desha një plak të madh të përrujnë që kishte njohur dikur. Pasi e rekatova, ju luta të më thoshte nëse kishte diçka për të më thënë mbi vendimet e marra. Ai mu përgjigj me fjali mohore dhe me që më duke i trishtuar këmbëgula sërish. Ai vendosi të fliste duke më bërë këtë deklarat: ne maqedonasve na mungon një baba, domethënë një kryetar. S'ka gjë më të trisht për ne kur shohim vende të vogla si Bullgaria ose Serbia që kërkojnë të marrin territorin ton. Do jemi të lumtur vetëm kur të jemi më vete, të qeverisura dhe administruar nga ne vetë, nga makedonskët e vërtet. Pra bëhet fjalë për dokumentat të vitit. Falenderoj, Vasil, duhet shkoj publicitet dhe rikthehemi me njëherë me